për të pas një sistem shëndetësor adekuat, duhet të ndërhyjmë në disa prej pikave kryesore. E kam fjalën për ndërhyrje legjislative, që është ndoshta hapi i parë që duhet ndërmarrë. E kam fjalën për vëmendje të shtuar për sa i përket infrastrukturës dhe teknologjisë, por gjithashtu edhe vëmendje që i takon burimeve njerëzore, mjekëve dhe infermierëve. Dhe mendoj se kur kemi hartu planin e mjekësisë të Partisë Demokratike, të programit saj, i kemi pas parasysh këto. Për sa i përket ndërhyrjeve në legjislacion, janë disa ndërhyrje decizive, të cilat synojnë rregullimin e këtij sistemi. Përfshi këtu edhe luftën e thellë ndaj korrupsionit dhe rritjen e performancës të menaxhimit të sistemit shëndetësor.